Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Lusë Allahun gjellë shanuhu të jeni të gjithë mirë. Falenderojmë Allahun i cili na ka mundësuar të përjetojmë këtë muaj të begatë të Ramazanit, me të gjitha flladet shpirtërore që ky muaj vjen për besimtarin musliman. Dhe ja ku sot jemi, alhamdulillah, të futur në atë çfarë quhet ndryshe 10 ditët e fundit të Ramazanit, ku në fakt është një nga momentet që besimtarët edhe një herë angazhohen më së tepërmi për të arritur mirësitë dhe mëshirën e madhe të Allahu xhaleshanu, sepse kërkohet nata e Kadrit. Dhe dihet tashmë që është bërë traditë në vendin tonë që pikërisht duke filluar nga sonte fillon namazi i natës, ku të gjithë besimtarët përpiqen të kërkojnë natën e Kadrit, të marrin shpërblimet e saj, sepse vetë nata e Kadrit është një natë madhështore, ku me pak punë, shpërblimi i Allahu xhaleshanu është i madh, siç ai thot në Kur'anin Fisnik, Lejletul Qadri khairun min alfi shahr, nata e Kadrit është më e begatë, më e mirë se sa 1000 muaj, pra 1000 muaj, një jetë. Dhe kjo në fakt është një shpërblim me të vërtetë i madh që Allahu xhaleshanu jep besimtarëve. Kjo në fakt në një moment shkuan tek profeti alayhis salatu wasalam shokët e tij, duke parë argumentet e Kuranit, i thanë: "O dërguar i Zotit, njerëzit më përpara kanë jetuar shumë gjatë dhe kanë fituar shumë sevape për shkak të jetës së tyre të gjatë dhe të besimit, se sa më e gjatë jetë jeta, thot profeti alayhis salam, dhe me punë të hajrit, aq më e begat do të jetë për besimtarin." Por në fakt thanë: "O dërguar i Zotit, jetojmë shkurt, nuk jetojmë siç kanë jetuar njerëzit më përpara me qindra vite. Dhe mesatërisht 70 apo 80 vite është jeta e kësaj bote." Dhe profeti alayhis salatu wassalam në lidhje me këtë i lajmëroi që Allahu i lartësuar e shpërblen umetin tim në begati, që edhe nëse bën pak punë do të ketë shumë sevape. Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kush do të bëjë një punë të vogël, ai do të shpërblehet 10 fish apo deri në 700 fish sipas shumë transmetimeve. Dhe shtoi kësaj më pas, kemi mundësinë që çdo vit ne të kërkojmë natën e Kadrit, e cila për çdo vit është një jetë plus. Dhe kjo në fakt po të llogaritet me popujt më përpara që kanë jetuar, më fitimtar më pas për mëshirës madhe të Allahu xhaleshanu dalim neve. Për shortë e profetit alayhis salatu wassalam, Aisha radiallahu anha i tha profetit Zotit: "O dërguar i Zotit, po sikur të di që do të jetë nata e Kadrit, çfarë më këshillon të lutem të bëj në atë natë?" I mësoi një dua shumë të veçantë profeti alayhis salatu wassalam bashkëshortës së tij dhe e la mësim të madh deri në kiamet për të gjithë besimtarët. Nëse je në kërkim të natës së Kadrit, sidomos në 10 netët e fundit të Ramazanit, do ta lutësh Allahun xhaleshanu, i tha me këtë dua: "Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allah, ti je afu, ti je bujar i madh, e don faljen, prandaj më fal mua. Në fakt, emrin Allahu të lartësuar El Afu e përmenda siç kalon në hadith të profetit alayhis salatu wassalam. Sepse zakonisht kjo fjalë përkthehet në këtë formë: "O Zot, ti je falës, e don faljen, prandaj na fal neve." Por ama për faljen Allahu xhaleshanu në Kur'anin Fisnik përmend emra si El Ghafar, falësi i madh, El Ghafur, falës i gjunaheve të përgjithshme të njerëzve. Përmend emrin Rahman Ar-Rahim, mëshirues, mëshirbërës. Dorsa këtu profeti alayhis salatu wassalam ka zgjedhur emrin Allahut të bukur El Afu, sepse emri Allahut të lartësuar El Afu e ka kuptimin që jo vetëm ja fal gjunahet besimtarit, por ja fshin gjunahet nga fletorja, nga libri i veprave të tij. Imagjinojmë në këtë formë që të dalim para Allahut xhaleshanu ditën e gjykimit dhe ai të na kërkojë llogari për gjunahet që ne kemi bërë në këtë botë. Në fakt është një dënim në një farë forme, është një siklet, është një përgjegjësi e madhe që të japi besimtari llogari para Allahut, por këtu ne përgëzohemi që Allahu do t'i fshi gjunahet, që do të thotë nuk do të marrë në llogari. Prandaj ajo dua do ta kishte kuptimin më të plot nëse do të thonim kështu: "O Allah, ti je falës dhe ai i cili i fshin gjunahet dhe nuk merr në llogari për to, e do faljen, e do që besimtari ta falësh dhe ta mëshirosh, prandaj më fal mua." Dhe kështu
në kërkim të natës së katërt, duke i shtuar këtë dua kaq të veçantë që na e ka mësuar profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, shpresohet nga ana e besimtarit, siç e tha profeti alayhi salatu wassalam, "Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush do ta shfrytëzojë natën e katërt me namaz, duke kërkuar natën e katërt pra pikërisht në netet teke të 10 neteve të fundit, dhe ai do ta ketë shpresën se shpërblimin do t'a japi Allahu xhelle shanu, atëherë këtij njeriu Allahu ka për t'ia falur të gjitha gjunaat që ka bërë më përpara. Dhe shohim që mëshira e madhe Allahu xhelle shanu është për besimtarët veçanërisht në këto net ku kërkohet nga ne angazhim, kërkohet nga ne të jemi kërkues të këtyre mëshirave të mëdhaja të Allahu xhelle shanu, kërkohet nga ne të jemi të zellshëm, mos të përtojmë, të sakrifikojmë nga rahatia, të sakrifikojmë nga gjumi, të vrapojmë drejt xhamiave për të falur namazin e natës me imamët e xhamiave të ndryshme në qytetet ku jetojmë, dhe kështu me lehtë Allahut lartësuar të lutemi të gjithë së bashku që Allahu të na forcojë në besim, të na bashkojë në xhenetit të larta, të kujtojmë vëllezërit tanë në Palestinë, në Gaza, të cilët janë duke vuajtur në këto momente me dua, aq sa kemi mundësi t'i kujtojmë ata që Allahu t'i çlirojë një momente më parë nga duart e armikut. Dhe kështu me lehtë Allahut të lartësuar, Zoti xheleshanu të na beqatojë të gjithë besimtarët, t'i falë të gjithë besimtarët, muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit, dhe të na bashkojë në xhenetit të larta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.